Në një zhvillim të papritur diplomatik, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe ai serb Aleksandar Vučić zhvilluan një bisedë telefonike që shihet si një kthes e rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve. Mesazhet e publikuara më pas nga dy liderët treguan një afrimitet të ri dhe ndoshta një ndarje të qetë të Beogradit nga orbita e ndikimit rus. Për shumë vëzhgues, ky është një sinjal që shkon përtej miqësjelljes diplomatike. Serbia, një nga pak vendet europiane që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, duket se po teston ujërat e një pozicioni më të ekuilibruar, ndoshta të diktuar nga realitetet ekonomike dhe nga presioni ndërkombëtar. Kjo manovër e vendos Vučićin në një terren të rrëshqitshëm diplomatik. Nga njëra anë, ai po përpiqet të ruajë lidhjet tradicionale me Rusinë, që mbetet një partner kyç energjetik dhe politik. Nga ana tjetër, Serbia kërkon të mos mbetet e izoluar në një Europë që është bashkuar fort pas Ukrainës. Në këtë kontekst, telefonata me Zelenskyn nuk ishte thjesht një gjest formal, por një provë se Beogradi po mat me kujdes kufijtë e lojalitetit të tij ndaj Moskës.